Atëherë, si fillim, çikoj pak. Okej, dukem, okej. Si fillim, falenderoj shumë Olën që na jep her pas here sfida kaq argëtuese dhe të veçanta. Receta ime ishte në boksin e misterit që hapa, ishte mielli për çdo përdorim. Dhe sigurisht gjëja e parë që më shkoi në mend edhe çfarë ju ndihmon ambalazhi i miellit Ola për çdo përdorim nga pas, ishte receta e byrekut. Si fillim, byrekun kam vendosur që ta bëjnë në formë zemre, dhe nuk kam bërë një zemër, por kam bërë dy, kjo për një histori shumë të dashur që do e ndaj me ju tani. Si fillim, ky byrek i dedikohet dy gjysheve të mia, të cilat njëra më ka mësuar të gatuaj byrekun, dhe tjetra byrekun tim të preferuar që bën nëna Lili është rokolli, që ne i themi rokoll këtij byreku në formë rrumbullak. Sigurisht sa herë bëhet fjalë për mielin Ola, gjithmonë më kujtohen gatimet e gjysheve edhe sa herë që familja mblidhet së bashku në tryezë ditën e diel. Kështu që ky është një byrek klasik, me mbushjen brenda është me miell dhe me kos dhe pak djathë të bardhë. Unë uroj shumë që receta ime sot të ketë inspiruar shumë nëna edhe mama për të gatuar drekën e tyre sot. Faleminderit shumë Ola dhe Sholina ju don. Perfekte. Pas ke djeg që ka jetë.